Për të luajtur uno, ju duen të paktën 2 lojtar. Por sa më shumë të jenë, aq më mirë. Filloni duke shpërndar 7 letra për secilin lojtar, pastaj vendosni letrat e mbetura me fytyrën poshtë në mes të tavolinës. Kjo është tufa e tërheqjes. Kthejeni letrën e parë nga tufa e tërheqjes dhe vendoseni pranë saj. Kjo është tufa e lojës. Lojtari i parë duhet të luajë një letër që përputhet me ngjyrën, numrin ose llojin e letrës në tufën e lojës. Nëse një lojtar dëshiron të ndryshojë ngjyrën për çfarëdo arsye, ai duhet të përdorë një letër të egër dhe të zgjidhë një ngjyrë të re. Nëse lojtari nuk mund të luajë asnjë nga letrat e tij, ai duhet të tërheqë një letër nga tufa e tërheqjes. Nëse letra e tërhequr përputhet me ngjyrën, numrin ose llojin e letrës në tufën e lojës, ai mund ta luajë atë. Nëse jo, është radha e lojtarit tjetër. Sapo një lojtar të ketë vetëm një letër të mbetur, ai duhet të ferras uno para se dikush tjetër ta vërejë. Nëse dikush tjetër thot uno i pari, ai duhet të tërheqë 2 letra nga tufa e tërheqjes. Fitues është lojtari që heq të gjitha letrat i pari. Do të vini re disa lloje letrash. Një letër kalimi, pu lojtari i radhës humbet radhën. Një letër kthimi, që ndryshon drejtimin e lojës. Një letër tërheq 2, që detyron lojtarin tjetër të tërheqë 2 letra dhe të humbas radhën. Dhe një letër tërheq 4 që kërkon tërheqjen e 4 letrave, por është gjithashtu një letër e egër. Këto letra e bëjnë lojën edhe më argëtuese.